Nëse shet zjarprin e zi në rrugë, thuj 3 herë, largohu, largohu, largohu. Nëse është gjin, sepse gjint shumë shndrojnë zjarpnej. Nëse është gjin, të ndëgjon, largohet. Po mos i largoft, hakesh i dole, shama udhën, kjo rruga për neve nuk e për juve, e se në mal, atëherë myt. Për ndryshe nëse myt pa e thonë largohu, dhe qëllën gjin, ka mundësi të hakmirën të tjerët. A kanë mundësi shejtanët me na bë dëmtime fizike? Jo. Inna ibadi lejse leke alehim sultan. Kjo është mendim shumë ulemave. Prej tyne Imam Tahavijut nga Hanefit. Ani pse është mendimi tjetër, po në përkallë qatë mendim, shejtanët nuk kanë mundësi fizike më në bo. Ani pse është një mendim tjetër, se kanë mundësi me të hakmarrë dhe fizikisht. Kanë mundësi me të hakmarrë dhe fizikisht. Me që i bije, zakonisht, në hakmarrje, për shambull, kanë thonë, në për ku ka ushqim të hedhur, mbetërinat ushqimit, zakonisht atë rrinë gjint, hajnë ushqim. Në për plasaritjet të tokës, tarave të fushës, atë rrinë gjint. Në për objektet të braktisura, që s'banon kërkosh, atë rrinë gjint. Tani, nëse shkon njeriu për shembull në vendet ku hedhet ushqimi dhe urinon, ose hedh ujë të val, ose në për plasaritje dikon tokës urinon, ose hedh ujë të val, i sos, dhe të hakmirën. Kanë thonë edhe ndryshe, hala ma shumë. Nëse shet zjarprin e zi në rrugë, thuj 3 herë, largohu, largohu, largohu. Nëse është gjin, sepse gjint shumë shndrojnë zjarpnej. Nëse është gjin, të ndëgjon, largohet. Po mos i largoft, hakesh i dole, shama udhën, kjo rruga për neve nuk e për juve, e se në mal. Atëherë myt. Për ndryshe nëse myt pa e thonë largohu, dhe qëllën gjin, ka mundësi të hakmirën të tjerët. Pra, është mendim ulemave, që gjenët mund të bëjnë dhunë fizike, por është mendimi në zakonisht në hakmarrje, se shenjë hakmarrje, por është mendimi tjetër që nuk kanë mundësi me të bë, e që unë jem e ta. Me mujt, po të kishtë gjinni pushtet për shembull ndaj meje, ndaj teje, ndaj pse më nëllën a i neve shku në gjami, pse më nëllë për gjamis? Pa i punën, veprën, mësë shumë të qka e urejnë namazin. Dhe qka ka të bëjmë namaz? Dhe qka ka të bëjmë din? Po, unë e shak kur drejt që i larum mundohet me të rënu, me dëmbelau, evrej në insani, mënohet me të rënu, shambull në sabah, ta natës del gjumi 50 tërë, kur dhja sabahu, ta lëshën gjumin e dënjas, për mos me la me dalë në gjami. Ose, të shtin me flejt masa shamin e herek, edhe është lodhe insanit, shtin me fijet, ja bje gjumin e dënjas, mënyrë që me la me pajatësi, thëtë në shtatë dhe në sabah nuk qëhët. Si ta fali asin, që ka bëhat? E vrejnë insanit, qëllën sytë, mo, hupi dreqe, se aj nuk e arriti qëllimin e vetë, me la këto, me shti me fjet pa o falë, edhe shko largu me dështaj. Pra presionet janë, por fizikisht Allah i madhruar, alhamdulillah, nuk e ka dhënë atë mundësi, Allahumma leke alhamd. Kështu unë mendoj.